sot qëndroj para jush këtu me mirënjohje të thellë dhe me shpresë, duke reflektuar për rritjen tonë dhe fortën e jashtëzakonshme të komunitetit ditar. Është një rritje që na mbush me krenari, sepse pasqyron lidhjet tona të forta që ndajmë, besimin e palëkundur që kemi dhe aspiratat që mbajmë, jo vetëm për veten tonë, por edhe për brezat që të vinë. Siç e dini vllazër e motra, Xhamia aktuale ka qenë dhe është një strehë për ne, një vend i shenjtë për adhurim, një qendër e mësimit shpirtëror dhe një pikë lidhje për gjithë ne. Na ka shërbyer mirë, por duke parë që jemi në rritje dhe hapësira po bëhet e kufizuar, nevojat tona po e tekalojnë këtë objekt ekzistues. Ka vite që po mundohemi dhe po shohim për një objekt të ri. Një xhami më të madhe që do jetë më shumë se sa muret e tavani. Ne shohim për një qendër multifunksionale që të përfaqësojë vlerat tona si musliman shqiptar. Një vend që do ketë hapësirë për adhurim, ku çdo njeri të falet në paqe dhe në rahatinë e duhur për të bërë adhurim Allahut xhelel xhelalu. Një vend ku do kemi mundësi edukimi, ku do zgjerohet shkolla jonë javore që e kemi për besimin dhe gjuhën shqipe, po do kemi kurse dhe programe për të rinj dhe për të rritur. Ne shohim për një vend ku të bëjmë aktivitete për komunitetin tonë, organizimin e sporteve, aktivitete rekreative dhe ngjarjeve sociale që të forcojnë lidhjet tona. Ne shohim një vend për brezat e ardhshëm, investimin në një vend ku fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre do të mblidhen, të mësojnë besimin tonë, të mësojnë gjuhën tonë. Gjenerata e parë shqiptarëve në gjithë një e përmbushin detyrën e tyre. Ato e lanë xhamin që e kemi sot, edhe pse ishin në shumë pak në numër. Ato e lanë dhe tash është radha jonë që të lënë gjurmën tonë për të bërë hapin e madh për veten tonë dhe për fëmijët tonë. Si komunitet jemi parafaqësisht 1000 familje ka zënë, edhe më shumë, po 1000 ta marrin në numër. Ne kemi forcë të madhe kur bashkohemi. Nëse çdo familje nga këto 1000 familje kontribojnë me $10,000, ne do kemi fondet e nevojshme për të blerë atë pronën që kërkojmë, që të bëjmë realitet ëndrrën tonë. Disa familja në gjendje të japin më shumë, disa më pak, por të gjithë do kontribojnë. Së bashku, qoftë me anën financiare, qoftë në anën vullnetare, qoftë duke përhapur këtë mesazh tek të tjerët që nuk janë këtu të lidhur det për det me komunitetin tonë. Ashtu si profeti i dashur Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam na mësoi rëndësinë e punës së përbashkët, ne jemi thirrur që të veprojmë. Jo nga detyrimi, por nga dashuria që kemi për komunitetin tonë dhe për fatin tonë të përbashkët. Ky vizion kërkon unitet, dhe uniteti është forca jonë më e madhe. Së bashku kemi festuar, kemi vajtuar, kemi mësuar dhe kemi përparuar. Ky projekt është zgjatimi i kësaj, ndërtimi i diçkaje që të vazhdojë të na bashkojë për brezat të tërë. Sot unë kërkoj besin tuaj vllazër, ta lidhim që të parët tanë që luftuan për atë dhe e fe. Me besa bes të bëhemi bashkë të gjithë. Zoti ju shpërbleft të gjithëve që kemi ardhur, e falenderojmë Zotin që i kena këtë mundësi. Jemi në shtet në kanal, shumica këtu, nuk jemi lind këtu, po apet, elhamdulillah, e kena mundësi në bo bashkë. Kjo është mrekulli, e do të më falenderu të Zotin, se normal kemi ka shumë xhamia këtu, po është diçka tjetër, kur e shen njëri tjetrit shqiptar, e folë gjuhën tonë, është knaqësi, por mu do këtë sotërjëm në vendin tim, në Prishtinë. Si foli drejtoni, puna është këtu, na kena nevojë njerëz mu interesu sa ma shumë me financat, po edhe me punë për me gjetë xhamin të re. Çdo ditë na po provojmë me shiku a ka vende. Po deri që tash s'ka pas diçka që na plotson dëshirat. Po, me uqu çdo njeri, jo me dhonë sot, po veç me jenë platform, si ka thonë drejtoni,
na e kuptojna më shumë çfarë buxheti kemi. Zoti ju shpërbleft apet, inshallah xherimin ju ka provu Zoti. Faleminderit apet që gjithë jeni ardhur, kjo është kënaqësi për mua, besoj edhe krejt për juve që ju shohim njëri tjetrit këtu për këtë ditë, inshallah shumë më shumë tjera festojmë bashkë. Selam aleikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا Lavdi, hamdia, falënderimi, në nështrimi të takojnë vetëm ty, Zoti ynë, krijuesi çdo gjëje. Salavatet tona, përshëndetjet tona, selami jot të tjetë bi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokët e tij, familjen e mbar besimtarë deri në ditën e gjykimit. O Zot i plotfuqishëm, të lutemi ty që të na i pranosh namazet tona, agjerimin ton, Ramazanin si tërësi dhe lutjet tona si në veçanti, ja Rabbel Alamin. O Allah i plotfuqishëm, mos ne i lakos zemrat tona pasi ato i drejtove në rrugën e drejtë. Zot i madh, zbritëm mbi neve mëshirën tënde të pakufishme, ja Allah. O Zot i plotfuqishëm, ti e do faljen, prandaj na fal neve, o Allah. O Allah, ti e do faljen, prandaj na fal neve, o Allah. O Allah, ti e do faljen, prandaj na fal neve, o Allah. O Zoti ynë, të lutemi ty që na i falësh mëkatet, gjunahet tona, dhe të na marrësh shpirtin me njerëz të mirë, ja Rabbel Alamin. O Allahu ynë, na jep atë që na ke premtuar përmes të dërguarve të tu, e ti përmes tyre na ke premtuar xhennetin, ja Allah. Të lutemi ty, o Zoti ynë, për hir të këtij muaji të bekuar që shkoi, ja Allah, na shpërblet me xhennetin Firdaus. O Zot, të lutemi ty, që ata që të lutemi ty që gjunahet tona të jenë falur, që ata që kanë hallë dhe brenga tu largosh ato, që ata që kanë borxhe tu shkysh ato, që ata që kanë sëmundje të shërosh ata, o Allah. Zot i madh, ti ke mundësi për çdo gjë. O Zot, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i ferrit. O Allah, na fal neve, prindërit tanë, fëmijët tanë, dhe mbar besimtarët në ditën kur do të bëhet llogaria përfundimtare. Zoti ynë, të lutemi ty që ta përkosh vendin tonë, Shqipërinë tonë, ja Allah. O Allah, ta ruash nga çdo armiq, kush do qofshin ata. Na i bashko zemrat tona, na bëj prej robërve të tu të nështruar, besimtare të sinqert, dhe mos na lënë në dorën e atij i cili ty nuk të frikohet e ndaj neve nuk ka mëshirë. Pranoje këtë, o Zot, pranoje këtë lutje, o Zot, pranoje këtë lutje, o Zoti ynë, krijues i të gjitha botrave. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Edhe një njoftim tjetër,
Faruk Omerin e kem që kontribon me $5.000 për ndërtimin e xhamisë së re, ose plerit së Trudit. Edhe kryetari 5.000. Edhe jemi po 10.000 që shkon ja turp. Shikon ja turp. Në mëzit Haziri. Vëzhgoj. Inshallah,